Policia në bashkësi dhe preventiv, respektivisht koncepti policimi në bashkësi, është një fushë shumë e rëndësishme e cila bazohet në ndërtimin e një partneriteti të shëndosh dhe efikas me bashkësinë, shkëmbimin e dyanshëm të informatave në identifikimin e problemeve apo preokupimeve të bashkësisë, në aspektin e sigurisë, si dhe parandalimin e dukurive negative apo zgjidhjen e tyre bashkarisht me bashkësinë, tregon Togeri Shaqir Bityqi, i cili me këtë rast ka folur edhe për ndihmën që tashmë e kanë me dy vetura hibride për policët e lagjeve. Më ftuar që të njoftojmë me njërisit të rejtë, ku ne stacionet policore të Prizrenit, stacionet policore Prizren, stacionet policore Prizren Veri, janë pajisur me 2 automjete të reja. Policia Kosovës në kuadër të ngritjes të sigurisë për qytetarët e Kosovës, edhe me qëllim që të jetë sa më afër bashkësisë në shërbim të qytetarëve, ka punuar shumë në zhvillimin e strategjisë, e cila është strategjia e policimit udhëhequr nga inteligjenca dhe policimit në bashkësi. Policimi në bashkësi nënkupton që policët të jenë sa më afër qytetarëve, me qëllim që jo të punohet vetëm në reagim në raste kur thirrën për qytetarë apo ka një rast emergjent, por të punojnë më shumë në parandalimin e veprave. Si të punojmë në parandalimin e veprave, duke qenë më afër me qytetarë, duke komunikuar përgjithësisht me ta, duke qenë në shkollë, në punë, në rrugë, ne do të jemi të informuar më shumë ato se sjelljet e caktuara apo mungesat apo me çdo gjë që mund na dërgojë deri në ndoj vepër penale. Në këtë arsye, për të gjithë së bashku, për çdo ditë, së bashku punojmë në parandalimin e veprave, jo vetëm në reagim. Është më e rëndësishme të cekës në kuadër të policimit në bashkësi, shumë e rëndësishme është policia sektoriale. Policia sektoriale janë të njohura si policë të lagjes, përndryshe janë policë të caktuar që punojnë në sektore të caktuara dhe me qëllim që të jenë të njohur me terrenin, me njerëzit, por edhe njerëzit të njohin policët e lagjeve të jenë më të afërt. Në këtë praktikë, domthonë policët ndalen përgjithësisht në patrollimin në ato zona, kontaktojnë me qytetarët dhe njihen me problemet e tyre. Hatixhe Hoxha me këtë rast ka theksuar gjithëpërfshirëse dhe të thjeshtë e përkufizon rolin dhe synimin e policisë së Kosovës me shtrirje në të gjitha nivelet, me qëllim të përmbushjes së rolit të policisë dhe arritjes së synimit në ngritjen e nivelit të sigurisë publike dhe zvogëlimin e frikës nga kërcënimet. Aktivitetet që dalin nga kjo strategji janë duke u zbatuar me sukses deri më tani. Pasi ne jemi në stacionin Veri, kemi një paralele të gjimnazit në Velezh. Atje organizojmë edhe orë vjedisuese. Edhe unë, sikurse që përmendi Togeri Shaqir Bityqi, kërkojnë nga gjithë qytetarët, sidomos ata të sektorit 1, zonës përgjithësisë që përfshin stacionin policor Prizren Veri, domethënë Lubizht, Lagja Dardania, fshatrat Korrish dhe fshatrat përreth, që të bashkëpunojnë më tepër me policinë e komunitetit, me qëllim të parandalimit të veprave të ndryshme penale. Si që përmenda më herët, shkollat e mesme, shkollat fillore janë në zonat të ndryshme të stacioneve policore. Për shembull, zona përgjithësisë stacionit policor Prizren Veri kemi shkollat të ndryshme, domethënë zonës tonë përgjithësisë që i përkasin, kurse stacioni policisë ka zonat përgjithësisë që kanë shkollat mesme. Ne si stacioni policisë Prizren Veri kemi paralelin e ndarë shkollës Remzia Demaj, që është në fshatin Velezh, që do thotë unë personalisht mbaj ligjërata, sikurse edhe në shkolla tjera, për dukuritë negative dhe parandalimin e tyre, kurse shkolla tjera janë kolegët prej stacionit policor Prizren Veri. Kurse policë në bashkësi Azemine Kuqi dhe Maliq Oruqi u shprehen se përmes implementimit të kësaj strategjie, Policia e Kosovës do të mundësoj që qytetarit të njoh policët e që do të patrullojnë në lagjen e tyre, gjëgjësisht në sektorin policor ku ata përkasin në bazë të ndarjes policore dhe të komunikojnë me zyrtar policor rreth shqetësimeve dhe brengave që i prepokojnë ata. Së bashku me kolegën Xhavit Jaj jemi përgjegjës për lagjen Ortakoll, lagjen Jeta e Re dhe zonën e Hasit. Së bashku me Arsim Kryzion e mbulojmë sektorin 1, sheshin Çadërvan dhe gjitha shkollat që kemi përreth i vizitojmë. Kontaktet tona me drejtor shkollash, me punëtor shkollë, mendon se janë shumë të afërta, pasi që edhe kam punuar edhe vetë në Arsim diku rreth 19 vite dhe kemi një afërsi me punëtorët e shkollave. Kështu që probleme të seksume nuk kemi pas për ndonjë rast
Është shumë e sigurt, mëse është shumë e sigurt. Në të gjitha shkollat tuaja se në çdo ditë shkojmë 2-3 shkolla i vizitojmë, kontaktet, thash edhe më herët, me drejtorin, me punëtorët fizik, se zakonisht punëtorët fizik janë të ballafaqur me problemin, se drejtori paga shumë, deri të shkon zërit e drejtori, jo kështu që s'kemi pas probleme të theksuara për raportim. Drejtoria Policisë në Bashkësi dhe Preventiv bashkëpunon ngushtë me bashkëpunëtorët dhe aktivitetet me organizata qeveritare dhe organizatat jo qeveritare, partnerët ndërkombëtar, banorët e lagjeve, drejtorë të shkollave, punëtor fizik të shkollave dhe të gjithë ata që kanë përvojë dhe orientim në fushën e sigurisë në Bashkësi.